Unë e kam thënë. Gjithashtu ju keni dhe 4 fëmijë të mrekullueshëm. Po. Si ju shkon prindërimi me 4 djem dhe si është ajo balanca në shtëpi, kush bën kë, kush i çon fëmijët në shkollë, kush i merr nga shkolla, kush i përgatit për Shef, me njerë fillon me të shesh. Është normale se unë jam shumë shpesh, jam një angazhu. Qërë, unë mund të thëmë veç një gjë. Me rrit meshqi në shpe, më do këtë është, duhet me konë heroj. Seriozisht jam të e thonë. Me gjinim femnore e ki shumë galaj. Më letë. Me qiken, mirë në vesh shumë galaj. A me djelt, pak si vështirë, valla. Shumë vështirë. Po pse vështirë? Apo po vështirë se dhe mosha, jo puberteti, jo këto, jo... Fëmija e sodit janë pak më ndryshe se që shkemi qena, për shembull. Më të ndëgjushëm apo më pak të ndëgjushëm? Jo, më pak të ndëgjushëm. Po për dalje, për çfarë? Për çdo gjë. Muj me thonë për rreth gjitha gjëra, do me thonë na përpara shumë jemi konë, na me pak, s'kemi pas për shembull lojat e sodit që i kanë, ose telefonat që i kanë sot, ose pa morë parasysh, po me që ato që i kemi pas i biknaq. Edhe s'ka pas nevojnë ashtë aprini me na fol një herë, ose veç me na këqyr. Ta shmis duhet me fol shumë herë, për shembull. Për të bërë diçka. Duhet me fol shumë me thmin kone sodit. Po për pjesën e teknologjisë ju ngjojnë apo edhe për atë është problem? Shumë problem është. Shumë problem. Jo vetëm me fëmijët tonë, është me gjithë fëmijët për momentin është problem. Është me të gjithë fëmijët. Kurse unë nuk kam asnjë problem me gjinin e kundërt. Unë vajzën e kam të shpirtit, është vajza e babit. S'kam asnjë telashe. Çunat janë të mamit edhe kështu që normal që kanë telashe. Jo, janë të mamit, por... Po, ata janë çunat e babit. Zakonisht çunat thonë që ngjajnë më shumë nga mami se sa nga babi, edhe vajzat marrin nga babi. Po, për atë arsye s'kam asnjë telashe. Ashtu edhe vajza, domethënë ka goma shumë babit, kurse çunat mamit. Sidomos kjo tash me këta telefonat, me iPada, me këto gjona, da shkatrun. Jo vetëm ne, po shumë kanë. Okej. Po se jeta në Gjermani, si ju duket në krahasim për shembull me Shqipërinë? Nëse do ktheheshit ose do ktheheni ndonjëherë në Shqipëri për të jetuar këtu? Në Kosovë, në Prishtinë, ndoshta. Nuk di çka të them. Unë për veti e kam pak si, ç'më thon, mendimi jam, nashta jam gabim, por në Gjermani mendoj janë më të sigurt. Më të sigurt. E kanë, domethënë, jetën më të, ç'më thon, më të qetë po edhe më të sigurt me një orë. Normal, arsyeja është pse Gjermania është shumë e madhe, edhe nuk ndëgjon gjitha pjesët e Gjermanisë për çdo rast që ndodh, kurse Kosova dhe Shqipëria po thuja që shtete më të vogla, edhe një diçka me ndodhë në Vlorë e një në Tirana, një diçka me ndodhë në Prishtinë e një në Gjakova. Patjetër. Kështu që aty njihen shumë gjana që po ndodhin, mirë po këtu ndodhin çdo shtet botës, nuk ka siguri asnjë vend botës për momentin, siguri e 100% nuk është më. Kështu që nuk i dihet tjetës ndonjëherë ose kthehemi në Kosovë, pse jo edhe në Shqipëri. Unë për veti i du 2 vendet. Kosovën e Shqipërinë asnjëherë në jetën time si kam nda. Jo pse jemi në Shqipëri për momentin, ose për të hi dikujt në qef, unë asnjëherë në jetën time si kam nda Kosovën e Shqipërinë, do me thonë, për mu kanë qenë dyja vendlindja jem, ajo ku e kam përardhjen për këtij vend, do me thonë, për Shqipërisë e Kosovës, sepse jemi një moll e nda me ndysh. Kurse sa i përket Gjermanisë, kemi një jetë shumë të mirë, standard shumë të mirë të jetës. Po patjetër, është standard ndryshe. Edhe gjithçka ka shku mirë, kështu që është nuk bëm jahu pas atij vendit që na ka marrë deri tash në çdo aspekt. Unë i falenderoj që kemi kaluar një jetë shumë të mirë atje deri tash, po edhe tash e mbrapa, domethënë besoj që do vazhdojmë. Do vazhdojmë, po nëse vjen dita ndonjëherë, pse jo? Okej, interesante. Patjetër, unë vetë tham se do me thonë ma luks, ma për të knaq, për me dal, ki ku del këto. Gjithsesi, si në Tiranë, si në Kosovë. Por, si nuk ka jetë natë fare Gjermani edhe ne? Ka jetë natë, po jo sikur këto që... Jo aq me standard. Bojmë jetë në serë, vim, do me thonë, është natësi për neve, sepse jeta natës, gjithkush e ka qef ka pak jetën e natës, edhe pse tash nuk jemi ka 20 vjeç na. Me dalë çdo natë, mirë po
Pa marrë parasysh jeta e natës në Kosovë, në Shqipëri Është ndryshe, kanë thënë gjithmonë që është më bukur. Është Pa marrë parasysh edhe ditën ki ku del. Po, edhe gjatë ditës ke shumë më shumë opsione. Jeta e natës, po pa marrë parasysh si në Kosovë, si në Tiranë, ki ku del, knaqesh, nin të fol shqip, është krejt në rregull, me qenë se mu djali i madh për shembull, hiq ma larg se nashta para 10 ditëve, më tha mam, tha si ti boj 18, ka me shku me banu në Kosovë. Shive, kjo është një gjë tjetër që shumë të rinj që jetojnë jashtë, nuk ka rëndësi se ku jetojnë, duan që të kthehen në vendin e tyre dhe pse janë rritur për shembull në Gjermani. Po fëmijët tuaj din shqip mirë Po, apo shumë mirë folin shqip. Shumë mirë. Pra juve në shtëpi flisni vetëm shqip. Po. Nuk jeni se këta prindët e tjerë që flasin për Jo, shumë unë foli ka njëherë gjermanisht, se ka ma shumë për me mësu ma mirë. Po. Edhe pse ata kishin di. Po nej, se këta kërkush për këty nëse din suedishtën, kështu që po më duhet ose me fol anglisht, shqip, ose pa ka i gore. Foli ka njëherë me fëmijët, vetëm veç për me përmisu që është shumë e mirë gjë, por dua të kthejmë tek pjesa si e menaxhon ti kohën tënde kur Meda largohet për punë, sepse është patjetër këngëtar, ka normal. Pjesën e vet që duhet të shkojnë për koncerte, edhe ndoshta edhe largohet për disa ditë. Si e menaxhon atë pjesën me fëmijët, si është konsideruar? Për atë edhe të thash, nuk i jetë në Gjermani. Je si kur robot i programum. Po, zakonisht normal, Meda shkoku që edhe, do më thonë, ka mramje, ka koncerte, i vynë me pushue, edhe normal që one si qona, do më thonë, me nxes, 6:30 se ka moralin mu që. 6:30 gjithmonë? Po, gjithmonë. Okay. Edhe mas pari e pi vetë një kafe, kvillna për veti, atëherë tani i thirë rithminëran, i pregatiti, i qojnë shkollë, atëherë tani është edhe Meda i zgjuar. Djalin e madh. Po, e zgjoj edhe këto tani, se duhet edhe këto me bago. Po patjetër. Tani jo, ose shkon kë, ose on. Shkojmë me marrë për shkollë, dhe me thonë, e menaxhojmë shumë mirë. Kur si jam on, normal që i bjem bara lulës, po kur jam në shtëpi, e menaxhojmë mirë, dhe me thonë. Po punët e shtëpisë kush i bën tamam tani? Lulë i bën. Ti të gjitha nuk e le asnjë gjë Medës fare? Të gjitha i Po bojone. dhe s'di, betom, unë kam qef me bo kuzhinë. Po me vë lavatrice me la rroba, Po nuk di, betona nuk di se nuk jam mësue dhe nuk e marr ato që nuk bën me bo, si mashkull në pojza, absolutisht, jo. Po nuk di. Nëse më kap zori, me vetë një muj, me shmilulja të këtë vetën një muj, më zona me lase, duhet me i pastru. Po gjara tjera, unë kam qef kuzhinën me boj, ndimoj shumë kuzhinë. Gatuan apo vetëm ndihmon pret qepën? Jo, ka qef. Kur të filloj me bo kuzhinë, atëherë i pret lulja që të ato. Unë e bëj, do me thonë kam qef shumë. Ajo është një pjesë e jemjet që unë e bëj me qef. Ato, kurse gjana tjera...